Në çdo fillim të sezonit veror, por edhe në muajt përpara tij, në qytetin e Vlorës nisin investimet për sezonin turistik. Ato se çfarë investojnë më tepër janë kryesisht bizneset lokale, që punojnë dhe jetojnë me turizmin, të cilat investojnë çdo vit edhe më tepër edhe në vlera monetare. Investimet të tilla të cilat ndikojnë sigurisht në rritjen e kapaciteteve, ndërkohë që në Vlorë çdo vit dhe më tepër rriten investimet në ndërtimin e subjekteve të reja, duke filluar nga baret, restorantet dhe deri tek njësitë hoteliere, por shtimi i këtyre investimeve në sektorin e turizmit apo edhe në ndërtime të reja që krijojnë rishtazi në Vlorë ka nevojë sigurisht për kapacitete njerëzore, për t'i bërë këto struktura që të funksionojnë. Sa më shumë rriten ndërtimet dhe investimet në sektorin e turizmit, aq më tepër shtohet nevoja për punonjës në Vlorë, ndërkohë që në anën tjetër, megjithëse bizneset në Vlorë kanë më tepër nevoja për punonjës, me qindra profesionistë të rinj, krahi profesionalizuar i punës, largohen çdo vit nga Vlora, largohen për të punuar dhe për të krijuar të ardhmen e tyre jashtë vendit. Me sa duket, përgjatë kësaj periudhe në qytet, po përjetojmë dy realitete, të cilat nuk shkojnë as pak mes tyre. Kjo gjë ka bërë që në çdo biznes të Vlorës, thuajse të ketë sot që jemi në prag të nisjes së mirëfillt të sezonit turistik, nevoja të theksuara për punonjës. Në Vlorë mungojnë momentalisht kamarierët, banakierët, shumë e vështirë për të gjetur edhe sanitar, por mbi të gjitha dhe kuzhinier. Shumica e bizneseve në Vlorë ende nuk i kanë plotësuar stafet e punës, duke mos ditur se si do të nisin sezonin për të përballuar fluksin e turistëve. Madje shpresat për plotësim të stafeve janë të pakta, duke bërë që shumica e bizneseve në shumë raste të nisin dhe të përfundojnë sezonin veror me kapacitete të cunguara. Madje dhe aktivizimi në sektorin e turizmit të punonjësve të huaj apo edhe atyre nën moshë nuk pritet që të paktën edhe këtë vit ta zgjidhë problemin, pasi kemi ende një endek të madh të krijuar.